Lolo. Ja. Dhe më thashtë që ka rama, së shpaktu. Ke bogo qa punë, dojë. Po, bravo. Edhe në partner kina me, ja ta shohën që të më zirë. Bravo, Kino. Inshallah, ju ke shumë materialit mira për montazhin. Isha shumë materiali mirë. Ma gjyro se këndes fare. No, asë në rekord. Hajde, Zhaku. I prishi dasëm. I gjëru zipër. Po situaca s'kena kështu më marrë. Mos! Falë se e lexova po doshi. Okej, Pas jemi? kena me u bo. Jemi? Po. Atëherë. Fermer. Sot është një ditë, siç e dini, sot është një ditë feste në fermë. Romiri feston ditëlindje. O, ma o që të zarin, deri në 12 natës këtë punë kemi. Dhe si tillë, besoj se edhe ju, kështu mendoni, ai e meriton që të paktën sonte të shndrohet në mikpritësin tuaj. Mikpritës, por jo si fermer, Por si recepcionist. por si recepcionist. Oh, wow. Ma në fond, se kam 60 kusur ditë tu që s'po gjej rolin. Marinaj... Ma ta dëgjojmë. Po. Kryetar komunale, ti brigadire Zifti, kështu shkon të mëbet. Marinaj Hotel vjen në fermë me një sfidë të veçantë me në qendër Romirin, i cili do t'jetë për pak orë recepcionist, ndërsa ju do të futeni në rolin e personazheve që shkojnë në Marinaj Hotel. Unë po bëhem brigaderja Ziftit. Brigadeja Ziftit me 2 punëtorë. Merrni me vete. Ju duhet të ndërtoni 3 situata në formë skeçi, të cilat janë situata e një çifti që shkon në Marina Hotel, një situatë miq që shkojnë në Marina Hotel dhe një situatë familje që shkon në Marina Hotel. Të treja situata duhet të integrohen në një shfaqje ku Romiri në rolin e recepcionistit do t'ju mirëpres në vilën atje që do shndrohet si Hotel Marinaj, nga ku do të luhet i gjithë skenari. Romiri, përpos rolit të recepcionistit, do të ndihmoj dhe fermerët e tjerë me skenarët, nëse keni nevojë për ndihmë, u zhduk Zhaku. Kujdes! Kjo është një sfidë në skuadër. Të gjithë duhet të punoni për një qëllim, të argëtoni publikun përmes situatave që do të krijoni me Marinaj Hotel. Disa shembuj situatash. Këto janë shembuj, ë? Mund të bëni këto, po mund të bëni dhe është krijimtaria është e lirë. Për shembull, situata 1. Çifti ka harruar diçka brenda në dhomë dhe tregojnë gjithë eksperiencën e tyre në dhomë, pa e treguar se çfarë kanë humbur. Okej. Dhe interferon dhe recepcionisti. 2. Mund të jetë një situatë e familjes ku babai duhet ikë në punë, ndërsa familja do të qëndrojë dhe si do ta zgjidh recepcionisti këtë situatë. Okej? 3. Miqt kanë shkuar sepse njëri prej tyre do të organizojë një event ke hoteli. Mirë po është në mëdyshje. Okej? S'kena lek, lale. Shumë thjesht. E du me boj qyll. Por ka dhe sepse lokacioni është Hotel Marinaj. Ndoshta kërkojnë ulje çmimi të recepcionit, që ka një njëri më parë. Recepcionisti. Më duken shumë dopta këto. Okej. Janë shembuj, Moza, nuk është se Janë shembuj, janë shembuj. Dakor. Me recepcionistin mund të varet se si do ta ndërtojnë, mund të lokalizohemi vetëm ke recepcioni, ke holli i hotelit, po mundet ketë dhe një kënd që ngjan si dhomë dhe interferon recepcionistin në dhomë se e keni thirrur për ku diun. Atë e dini ju. Por nuk përfundon me kaq. Për Romirin, sa më pëlqen kjo. Marinaj Hotel ka rezervuar dhe një dhuratë për ditëlindje. Ka nevojë, e kuptoj që juve s'u kërcet, po kjo s'ka rëndësi. Romiri ka dhuratë një paketë SPA në Marinaj Hotel. Slims. Si dhe një darkë të shtruar për Romirin dhe për këdo që ai dëshiron të ftojë. Shumë se një.
Këdo. Mund të jetë dhe 100 veta, pra, këdo që ai do të fton. Do ta sqaroj këtë këdo. Domethënë këdo Shumë është qartë e shkruar. këdo është këdo ai, më kupton? Këdo. Mund të jem 5, 6, 2, 1. Mundet. Dasëm. Gjithsesi nuk duhet haruar dhe kjo është shumë e rëndësishme, vëmendje të lutem, Zhaku. Marina Hotel ofron një sër shërbimesh, mes tyre spa, sallë konferencash, qendër fitness, restorant, organizim eventesh, akomodim standard, si dhe suita. Kaqësh, tash. Këtu keni Leta për skenar. 3 fije letër të bardhë. Përveç çiftit, që janë 2, 2 çifte. Kush do jetë çifti? 2 veta. Një qift. është një qift, një familje dhe një grup miq. Shoqëror. Kush do jetë çifti? Po sa ta bëjmë me Sonin, po nëse Bëje. Atëherë, Visi dhe Soni ikën janë qift. Pjesa tjetër që mbeten do të dajnë njëra familje, burr, gru, fëmijë dhe pjesa 4 tjetër miq. veta. 4, 2, 6, 4 miq. Janë Do të bëj unë babën tat. Unë bëj mamin. E ti bën mamin. Okej. Edhe unë e Sorgini me fëmijët juaj. Po. Ne tjerët jemi grup shokësh, jeni grup shokësh, Vujari, Kostana, Moza dhe Zhaku jeni grup shokësh. Okej. Merë letrën zemër, Faleminderit. merë dhe një stilolaps dhe do maktesh. Yes. Hajde të Së baba. më fotën shërë bagaj. Po. Merë letrën zemër dhe një Edhe stilolaps. 100. Rof. Edhe 100. Kur e kemi Romir, sa ko kemi? A, një minutë, se s'ju thash për kohë. Merë dhe këtë dhe tutem do ma këthesh. Mos më fotën shërë bagaj. Në Orikum. Hotel Marinaj është në Orikum. Atere, Më falë. më falë. Atere, Te kemi për skenarin. okej. Ata që janë, t'ja u thonë atyre që s'janë. Atere, duke fillu nga ky moment, filloni procesin e krimtarisë, mblidheni në grupe, Që diskutoni, nuk rrim do të 10 minuta vetëm shtrirë. hani, shtriuni, pini, flini, bëni dush, është problemi juaj. Ajo që ndodh është që këtu brenda do bëni prova, diskutime, krimtari, Po, dhe do ta bëni gati shfaqjen për ta xhiruar mbas ndeshjes. Mbas deshjes. Po. Ora 11-12. Kena kopra. Këtë nuk e dim se ndeshja mund filloj dhe në 7, Se ka ndeshje në mund 7. filloj dhe në 8. Finale në orën 7. Këtë nuk e dim. Okej. Dim që mas ndeshjes nuk ka AUI-u, xhirohet direkt ke vila. Okej. Pas kemi kohë. Nëse keni nevojë për ndim nga ana ime, më thoni. Nëse jo, grupi ishe ti Zhaku, Kostana dhe Bujari. Ju miq. Po ti? Unë jam recepcionisti. Po, më falë, po. Ju të dy, Liri dhe Sara, jeni familje. 2 fëmijë dhe mami me babi. Soni me Visin janë qift. Edhe remind, çfarë ndodh për jashta, ju Po. Ne nuk i shohim fare, janë pa dukshëm. erdha. Shpejt. Okej. 3.